Se erdhë të dashur peshqi në letra të rrëfejnë, jam Diana dhe të bëjmë leximin e radhës apo javës që po vjen. Dashuri, punë dhe financa, punë, ekonomi dhe financa, dashuri dhe të ndarë në qift, beqar dhe ata që duan në bashkim. Peshqi ka një lexim shumë interesant sepse puna dhe financat po kalojnë nëpër një ndryshim të fortë. Ndërsa dashuria ka shumë zjarr, shumë komunikim, por edhe një person që mund të jetë pak i vështirë për të kapur, për ta bërë për vete. Fillojmë me letrën e parë që është vdekja. Mos u tremni nga emri i letrës. Në punë dhe financa, vdekja është fundi një mënyre të vjetër dhe fillimi i një tjetre. Dhe për peshqit kjo më duket shumë konkrete. Diçka që deri tani ka funksionuar në mënyrë nuk do vazhdojë njësoj. Mund të jetë një punë që mbaron, një kontratë që ndryshon, një projekt që përfundon, mund të jetë një mënyrë që nuk të lëvërdis më dhe vendos ta ndryshosh peshqi. Për dikën mund të jetë edhe vendimi, unë këtu nuk dua të vazhdoj më. Jo domosdoshmërisht sepse të pushoj nga puna, mund të jesh ti që e kupton se një vend pune, në një vend pune, një bashkëpunim ose një mënyrë për të fituar para ka bërë ciklin e vet, të them kështu. Nëse je duke kërkuar punë, kjo mund të tregojë atë që po largohesh nga një drejtim dhe po mendon të provosh diçka tjetër. Në ekonomi vdekja mund të jetë edhe ndryshimi i madh në mënyrën se si menaxhon paratë. Mund të thuash mjaft, kështu nuk mund të vazhdoj. Dhe fillon të heqësh shpenzime, abonime, borxhe ose gjëra që po të han para pa e kuptuar. Ana e mirë e kësaj letre është se hap vend për diçka më të mirë, të dashur peshqi. Ana e vështirë është se duhet të pranosh që diçka nuk mund të mbahet vetëm nga zakoni. Letra e dytë është 5 të shkopive. Pas ndryshimit vjen pak rrëmuja, ta them kështu. 5 të shkopive është konkurrencë, mendime të ndryshme, njerëz që duan të dëgjohen të gjithë njëkohësisht, në punë mund të kesh një ambient ku këtë javë secili ka mendimin e vet. I dhash disa arsye, disa alternativa që nuk do thotë të gjitha janë, apo të gjithë peshqit janë në një situatë. Mund të jetë njëri thotë bëje kështu, tjetri thotë bëje ashtu, i treti vjen në fund dhe pyet pse nuk e bëre ndryshe. Pra, mos u fut në çdo debat peshqi, sidomos nëse ka ndryshime në vendin e punës. Mund të ketë njerëz që nuk pajtohen me njëri tjetrin, konkurrencë për një pozicion ose njerëz që përpiqen të tregojnë se kush është më i zoti. Nëse po konkuron për një vend pune, pra peshqi, një projekt apo një mundësi, kjo letër tregon se nuk je i vetmi kandidat. Por kjo nuk do të thotë që do humbasësh. Do të thotë që duhet të dallohesh. Pra, të bëni diçka të dalloheni. Mos prit që dikush të kuptoj vetë çfarë di të bësh. Tregoje, shitu, në atë kuptim. Nëse ke biznes, mund të ketë konkurrencë më të madhe ose mund të duhet të luftosh pak më shumë për klientin. Por kujdes, mos e ul çmimin vetëm sepse dikush tjetër e uli. Thjesht një shembull. Jo çdo konkurrencë fitohet duke qenë më i lirë. Ndonjëherë fitohet duke qenë më i mirë. Letra e tretë është 9 të monedhës. Dhe 9 të monedhës, dhe këtu nuk kuptojmë se pse ndodhen gjërat me këto dy letrat e para. Sepse rezultati është shumë i mirë. 9 të monedhës është pavarësi financiare, rezultati nga puna jote, siguri dhe kënaqësi me atë që ke arritur. Pra, mund të ketë ndryshim, mund të ketë pak konkurrencë, por ti nuk del keq prej kësaj. Kjo është ajo që dua t'ju them. Për disa peshë mund të vijë një përmirësim financiar, një pagesë, një punë më e mirë, një klient i mirë, një marrëveshje që të lëvërdis, ose thjesht momenti kur kupton se ekonomikisht po qëndron më mirë se më parë. Kjo është shumë e mirë edhe për njerëzit që punojnë për vete, të dashur peshqi. Nëse ke menduar, a mund ta bëj këtë vetë? Absolutisht. Absolutisht që po. 9 të monedhës thotë se ka
potencial në çfarëdo lloj gjëje që jeni duke dëshiruar. Por mos haro, 5 të shkopive nuk të vjen pa përpjekje, do thot ka konkurrencë, duhet të punosh. Nëse ke punuar gjatë për diçka dhe nuk e pa rezultat me njëherë, mund të fillosh të shohësh frutet. Dhe më pëlqen shumë që pas vdekjes del 9 të monedhës, sepse mesazhi është, ajo që po mbaron nuk po të lë bosh, po të detyron të krijosh diçka shumë më të mirë. Nëse dalim tek dashuria tani, tek to letrat e fundit, 7 të shkopive. Në dashuri peshqit këtë javë nuk janë shumë të gatshëm të tolerojnë budallëqe, ta them kështu. Dhe ndoshta mirë bëjnë, sepse 7 shkopive është mbrojtje e pozicionit tënd. Në një marrëdhënie mund të ketë një temë kur ti thua, jo, këtu nuk tërhiqem. Mund të jetë diçka që e ke toleruar më parë, por tani vendos kufi. Nëse partneri kërkon shumë, ndërsa vetë jep pak, mund të ketë përplasje. Nëse dikush përpiqet të imponojë diçka, mund të reagosh më fort se zakonisht. Por kujdes me një gjë të dashur peshqi, mos e kthe çdo bisedë në betejë. Sepse 7 të shkopive ndonjëherë na bën të mbrohemi edhe kur askush nuk po na sulmon. Sidomos nëse ke ardhur nga një marrëdhënie e vështirë, mund të hysh në një njohje të re me gardën lart. Personi thot mirëmëngjes, ti në mendje çfarë kërkon ky? Apo çfarë kërkon kjo? Jo çdo njeri është ai që të ka lënë duar më parë. Për beqarat mund të ketë interes, por ti nuk hapesh më njëherë. Dikush duhet të të tregoj në fakt sa ja vlen. Dhe kjo nuk është domosdoshmërisht gjë e keqe. Absolutisht, duhet të shikojmë se ja vlen apo s'ja vlen, të investojmë në atë lidhje. Letra tjetër është asi i shpatës. Këtu vjen bisedat e drejtë për drejta. Diçka thuhet, një vërtet del, një pyetje merr përgjigje. Nëse ke qenë në një situatë ku nuk dihet çfarë dëshiron personi tjetër, kjo javë mund të sqarojë. Dikush mund të kontaktojë dhe të flasë shumë hapur. Mund të jetë, dua të shoh, dua të flasim, dua ta provojmë, ose edhe kjo nuk po funksionon. Qartë, do thot biseda të pastra. Asi i shpatës nuk premton, gjithmonë përgjigjen që dëshiron të dashur peshqi, por premton diçka shumë të vlefshme, qartësinë, sinqeritetin. Dhe nga njëherë një jo i qartë është shumë e mirë se 6 muaj ndoshta. Për çiftet, kjo është shumë e mirë për të zgjidhur një keqkuptim, sidomos pas 7 të shkopive. Në vend që secili të mbrojë pozicionin e vet, uluni dhe thoni, mirë, çfarë po ndodh realisht këtu? Është sqarime. Për ish partnerët mund të ketë kontakt ose një bisedë që ka mbetur pezull, pa mbaruar. Por mos e merr vetëm faktin që të shkroj si provë se dëshiron ribashkim. Dëgjoje çfarë thot dhe çfarë propozon konkretisht. Letra kalorësi i shkopive tregon në fakt që këtu futet zjarri. Kalorësi i shkopive sjell tërheqje, pasion, flirt, takim, spontanitet dhe një person që vjen me shumë energji. Për beqarat mund të shfaqet dikush që tërheq me njëherë. Nuk është ajo njohja ku pas 3 javësh mendon, ndoshta më pëlqen. Jo, këtu mund të ketë kimi që në fillim. Personi mund të jetë shumë komunikues, aktiv, spontan, ndoshta edhe pak impulsiv të dashur peshqi. Mund të propozojë takim shpejt, mund të jetë dikush që udhton shumë, jeton larg ose nuk ka një jetë shumë të qëndrueshme. Dhe këtu. Dhe pikërisht këtu është ana tjetër e kalorësit të shkopive. Ky kalorës është fantastik për pasion, por jo gjithmonë fantastik për qëndrueshmërinë. Mund të vi shumë fort dhe pastaj të ngadalsohet. Sot, nëse ta thot, kur do shihemi, më mungon, dua të vi, pas nesër, heshtje. Dhe ti shikon telefonin sikur ja ke ngrënë. Sikur ta ketë ngrënë dragoj, ta them kështu. Prandaj mos e ndërto gjithë të ardhmen mbi entuziazmin e ditëve të para peshqi.
Shioje njohin, por shiko vazhdimsinë. Për qitet kjo është shumë e mirë për të rikthyer pasionin. Mund të ketë dalje, udhëtime të shkurtra, më shumë afërsi fizike ose diçka spontane që nxjerr nga rutina të dashur peshqi. Për një ish, kombinimi i asit të shkopive, më falni, asit të shpatës dhe kalorësit të shkopive mund të tregoj kontakte të papritur dhe dëshirë për takim. Por përsëri, nëse dikush rikthehet të dashur peshqi, vetëm me pasion dhe pas zgjidhur arsyen pse u ndat, mos e quaj menjëherë ribashkim. Sepse kimia mund t'ju afroj, problemet e paszgjidhura mund t'ju ndajnë përsëri. Këshillën që mund t'ju jap për këtë lexim, thonë të dashur letrat, mos të fto për të mbajtur gjallë atë që tashmë e ka mbaruar, kohën e vet ta them. Në punë, një ndryshim mund të çojë drejt më shumë pavarësisë. Në dashuri kërko qartësi para se të investosh zemrën tënde aty. Mos u impresionon nga ai që vjen me vrull. Shiko kush ditë të qëndroj, pasi vrulli të kaloj.